Ma kemi një qime flokët adit këtu. Je prap këtu, nuk del dot. Këtu, dhe në të e ysh sonte. Po e thosha greset, ne si ato qiftet kur vdes njëri, shkon tjetri direkt mrapa, se si ama zemë. Edhe ne dy tash. I ka i edhe kjo dhe mu. Okej. Dhe shohim me pushime, pale ku do jenë. Mos. Shpirt. O, shpirt. Më mirë se ju këtu do jena, jerë ta dini. Fabiola, kujdes mikrofonin. Qa thash? Ka marrë veç qa thash. Iko dhe një tjetër. Pikërisht ja kili. Pjesa ati dhe Herkuli. Hajde mos u mërzisni mo. Ai do na shofin do thot do qesh. Ai është duke ngrënë një super dark tani. E ndjej vallaj. Unë them është duke ngrënë një super dark me mish. Pi cigare sa Po doj. pi cigare sa të doj. Po pi verë sa të doj. Po valla, po pen sa po dan. Bruski. Unë mendoj që është duke marrë një super dashuri. Po, normal. Jo atë shumë dashuri. Jo. A vash me dashuri. Po. Ecim. Ju ka thonë që më pret. E ka dita e që një 3 ditë më pret. Shkruaj në Instagram tim, se e ka motra. Foli qik me ta. Foli qik. Në është se një por që e bën. Se o burë. Se ka menjen, moj. Shkën shpeton atje. Falë? Kujtaj Vanesë. Qa ka të? Kredi, unë të them unë gjithë ditën sot kam qenë si empir në ajer. Kur ju shifja ju me ato valigjet këtu, nuk di se si gjyja mori një kthes kaq të madhe. Që merë. Ose duhet ishim të gjithë mo. Gjithë që ishim të fakiri, për gjithë situatën e kryu me televotim, dha. Se gjithë e rëndum situatën. Shto mjellë, shto uj. Gjithë televotim, dha. Pse vetëm aji me atë? Gjithë kena shtu. Ka me televotim për një sen që e ka bo akti krym si ja kanë qitë. Nuk ja kanë qitë. Edhe ajo është budollë nëse nuk e merë që ato dhe me qitë në gjëgjë. Që ka që. Qitë e bruski në gjëgjë. Se dënën gjukata. Edhe këta që ja mojnë onën. Ajo qeshur Adit në përshpi. Si e kishte atë, kemë në këshu. Më falë. Në te. E gjithë sot në gjesë kër jam qu, kam dalë jashtë, më thonë edhe të kërku me syve. Në te. Isha unë këtu, edhe ktheja koka. T'me. Dola jashtë. E pa shojtën ullë të zjarë, edhe që unë këthy shpinën.
Kthej ka dush se ka mira gjithë ka. Oj dashuri, me sa isha këso shtëpia me dukat. Mush me lira Si po dukat. flasim, kuptoni se si po flasim, kuptoni sa të ingranuar jemi në këtë gjën këtu, sa që unë se perceptoj dot që jashtë vazhdon Po, e di, jeta, e di, po. dhe ne jemi duke folë sikur Jo be vazhdojmë, po që të e ki mundësin me po ketë një publik të i qitë senët në vendin ku duhet. Edhe publiku zgjodhi dhënusin, publiku e zgjodhi ofendusin, publiku e ka qitë ato me një pjedestal që nuk përdzohet. Edhe nas jena kur gjë, me thonë, në sytë e publikut, që shtënë. unë jam e bindur që ato gjë që ne kemi parë te Adi, Me kanë pakaj. që ai është afruar me njerëzit, ka falë qeltërsi, dashuri, dhe ato veprimet e tij që ndoshta janë dukur si paqëndrueshmëri, kanë qenë thjesht ajo dilema që ai ka pas mes ti, a të jetë çuni që është i respekton njerëzit në moshë, apo të bëjë lojtar. Po, dhe ka qenë një dilemë që ai e ka pas këtë muaj dhe është vënë re që duhet ta kishte menaxhuar më mirë reagimin në një dy momente, duhet ta kishte menaxhuar më mirë. Kjo, ma sa ti në rastit aty, ma bëjke ti, ma kesh marrë nati, pëse se qëtu kërë nga koni natë me Ollën edhe me Odin, i ka të isha Ollë se e një vetën të obligume se unë një person që e një për jashtë. Me i tregu ose a është, a sështë e vërtet, se unë një femën vetë, di ku më vëmë, ose ku i kam dyshimet e mija nëse isha njëftu që të me një djallë. Kam e mpatit me aftushme për me qitë vetën pozit të kësoj. Asojna i ka, a din që shukon shtritë të që tha po më interesant më abeti. Edhe më këshërke si me trathu. Po ti qa po më nënë më i, që dë dëna i fardjodja? E ka lojo Gresa. O nuk e ka më i loj, a i një vedhe i lirin, a i një vedhe i lirin. Unë mendoj që një simpati mund ta ketë pas. E ka lojo. Një farë simpatie, po. Ja. Ani, Se nuk është ta që... Ani, mendoni jo. Mendoni, vazhdoni dhe mendoni. Vazhdo dhe menda. O, sa po zgjatë ky gongu. Kjo i bie tash sikur unë absolutisht që marr përgjegjësi për gjërat që kam bën. Ama gjithë person që po ja prish Terezin po del jashtë. Po ta lëm këtë Terezit vetë të... Unë thjesht mendoj nga e gjithë kjo situatë, ajo që kam kuptuar është diçka që edhe unë shpesh nuk e bëj, që të reagoj në moment. Sepse ndoshta është dhe brezion, që jemi mësuar pak më ndryshe, që në moment s'flet, thua, hajtë se po e kalojmë, hajtë se po e... Po... Ajo pjesa që ka dalë në klip Vanes kanë qenë hera parë që na ka thënë të dyjave. Hera e dytë që më është drejtu vetëm mua nuk ka dalë. Të dyjave? Jo, herën e parë të dyjave. Dyjave apet? Gresa, herën e dytë tim ka thënë mua, dhe aty është qua Adin kom. Edhe aty është bëhe madhja, nuk ka dalë ajo. Ka dalë pjesa e parë, që na ka thënë një herë dhe ne... Hajde dhe, hera e parë, isha tu e lonë, edhe unë një ndër arsyet që kam qesh, përveç sikletit, ka qenë se kam mendu, iku kja doli, se s'ka mundësi të më thënë, me qa po bën, kjo është e dalme. Dhe më po qesha se thash, unë s'kam qaj bëjt ashtë, pse ti kthehem kot kur kjo është e nëzjerë veten. Se nuk del ajo, unë e kisha dhënë qafën, se nuk del. Po e di se si është dukur? E pashëm se si është duke, pashëm. Ajo është montem më Ivanis. është dukur, se unë për shembull sisha aty, te fakiri me ju, dhe unë që e shoh, me ato momente po e shifja gati me sytë publikut. Njerëzit e kanë pa rrjedhën kronologjike. Dhe unë për shembull me sytë publikut ato momente shifja thjesht një situatë që gjëja po ishte thjesht një situatë fani, gazmore, gjëja po pranoi, ju se kishit problem. Do me thënë, kështu u duk nga klipi. Unë po e them kështu, si u duk. Për që ata është e frikshme se këta i bojnë montazhat. Nuk ka lidhje.
Unë Thjesht kur i kam duhet thonë atë mos- du, kur erdhi në Nëse qesh, unë reagimi kam pas juaj- shorts e poshtë, kam pas tuta, mendova do me eqi pijamat, unë gjithsesi kisha shortset. Thjesht desha me pa deri ku shkon. Se nuk mendova që ka lënë veprim. Ku më ka kap me gjithë dhe ka ullë deri këtu, mos t'ishin këta dy që ishin të e Po, majt, ajo i hiqte vlla. Edhe unë gela. Është edhe trauma Vanese, nuk... Një nga gjërat që më prekën shumë dje, një ndër gjërat që tha që mua më ka prek shumë dje, ka qenë ajo e nderit të bre. Edhe ja thash sot e diskutova edhe me Indrin, dhe me Ilirin po e diskutoja. Thash, nuk, për mua ajo është shumë e rëndë, sepse nëse pjesën e klipit mund të them që ju duhet kishit reaguar ndryshe në atë moment, tek ajo fjalë që ajo tha aty në sy të gjithëve, askush nuk qeshi. Do me thënë, reagimi ju në atë moment ishte i